Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shenjës së Peshores. Do bëjmë një mesazh për ju dhe ai është 6 të monedhës. Të dashur peshor, në një botë ku të gjithë kanë nevojë për diçka, akti më i pastër është të japësh pa i ndjerë veten më të lartë dhe të pranosh pa u ndjerë më pak. Shikoni, në sipërfaqe kjo është një letër për bujarinë, por në thelësi është për marrëdhënien që ke me vlerën, dinjitetin dhe balancën. Durimi i vërtet të dashur peshor nuk është kurrë për të treguar fuqinë, por për të njohur barazinë. Dhe pranimi i ndihmës nuk është kurrë turp të dashur peshor, por një akt i guximshëm. Kjo letër mund të tregoj një kohë kur ti po jep më shumë se ç'duhet, apo kur po heziton të pranosh ndihmë për shkak të krenarisë, frikës apo historive të vjetra të mungesës. Shiko balancën në jetën tënde. A je gjithmonë dhënësi? Apo ndihesh fajtor kur dikush të mbështet? Durimi dhe pranimi janë dy faqe të së njëjtës monedhe të dashur peshor, dhe të dyja kërkojnë zemër të hapur. Bëllëku apo mirëqenia apo pasuria nuk është vetëm çfarë ke, është mënyra si qarkullon dashuria, kujdesi dhe ndihma në jetën tënde. Kjo letër të kujton nuk je vetëm dhe nuk e pse të bësh gjithçka vetëm të dashur peshor. Të marrim, në fakt të japim, por absolutisht jemi të hapur dhe për të marrë.